Përderisa ngushtica e Hormuzit hapet edhe mbyllet në mënyrë të përsëritur, çmimet e derivateve të naftës në tregjet botërore vazhdojnë të luhaten lehtë, duke ndikuar drejt për drejt edhe në tregun vendas. Në lidhje me këtë, kryeministri Christian Miskovski ka mbajtur sot konferencë për media, nga ku tha se qeveria është e fokusuar në zbutjen e krizës së çmimeve të karburanteve, si një faktor që ndikon drejt për drejt në standardin e jetesës së qytetarëve. Megjithatë, Miskovski tha se arritja e çmimeve të energjesave nuk është pasojë e politikave të brendshme, por e krizave ndërkombëtare dhe e çrregullimeve në tregjet botërore. A to je da imamo popust do krajot na Në periudhën që po kalojmë, pjesën më të madhe të aktiviteteve tona e kemi përqendruar në te kalimin e krizës së çmimeve të karburanteve. Këto janë input shumë i rëndësishëm që ndikon drejt për drejt në çmimet e produkteve bazë për qytetarët. Jemi në një periudhë pa sigurie globale dhe goditjet e çmimeve të energjisë nuk janë rezultati politikave të brendshme, por pasojë zhvillimeve gjeopolitike, veçanërisht krizave në lindjen e mesme dhe çrregullimeve në tregjet botërore. Miskovski theksoi se vendi renditet ndër të parët në Europë për nga masat e ndërmarra për përballimin e krizës, duke ju referuar të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Nakratko jedno intervju dane. Sipas analizave të fundit të FMN-s në nivel evropian, ne jemi ndër 3 shtetet e para në Evropë për nga numri dhe vëllimi i masave që kemi ndërmarrë për përballimin e goditjeve të çmimeve. Ndërkohë që opozita thoshte se kemi vonuar dhe se masat nuk janë të mjaftueshme, të dhënat e publikuara me 15 prill tregojnë të kundërtën, se si shtet jemi të tretët sipas përqindjes së masave në raport me BBV-n. Ai njoftoi edhe për ulje të re të çmimeve të derivateve të naftës, si dhe vazhdim të masave aktuale. I pari qeverisë të pret që Komisioni Rregullator për Energjetik ta marrë vendim për ulje shtesë të çmimeve të derivateve të naftës me rreth 1.5 denar për litër. Po ashtu, njoftoi se mbetet në fuqi masa e dekorduar me oktan, ku deri në fund të muajit prill do të ketë zbritje prej 2 denarësh për benzinat dhe 3 denarësh për naftën. Me këto masa, Miskovski tha se Maqedonia e Veriut ka çmimet më të ulta të karburanteve në rajon.